Nuk po mundemi mi ndalë kreshnik, po, mundemi mi kontrolu. Nuk mundesh ti me kontrolu në momentin ku me 26-in tu kanë arrestu njerëz të model për dhunim, dhe Ministria e Tregtisë, e cila ish dash me shku mi aqit shiritat, shkon veç mas pyetjes gazetarëve me 5 mars. Na do të punojmë edhe me fëmijë. Të mbledhën fëmijët që do mos fëmijët asaj kategorie që kanë pretendim me kanë fëmijë me sjellje sociale, të cilët e kanë suksesin e dopt, të cilët vinë për një familjes që ka pas probleme, qoftë dhunë, qoftë trafikim, qoftë probleme tjera brenda familjes, ata fëmijë duhet të mbledhëm, sepse ashtu orari i shkurtë i shkollës, punohet 2-3 orë mas shkollës me ata fëmijë, edhe të marrin gjërat, të vedisohen, edhe të përfshihen në komunitet. Ata fëmijë mbesin të izoluar. Sot e ke pa, pranë shkollës ki lokale, shitet droga në secilën shkollë, gjindet thika në secilën klasë, ka abuzime të ndryshme, ka bullizim, përdoren rrjetet sociale, ka grupe ku organizohen, më rronë, më shantazhu. Gjitha këto ndodhin, edhe na primshelju më syt, hajse do të vjen dikush prej ndërkombëtarëve, atje vjen Amerika një ditë, edhe na zgjedh këtë problem. Jo. Këtë problem veç na mujna me zgjedh vet. E këtu çështja, ndoshta një prej problemeve kyç është edukimi. Sot studentët të cilët diplomuan në Universitetin e Prishtinës dhe në kolegje private, ku do në fushën e shkencës sociale dhe psikologjisë, shumë pak janë të përgatitur për ofrimin e shërbimeve sociale në komunitet, në qendra për punë sociale, se mësojnë mekanikisht. Problemi i parë është tolerimi politik. Njerëzit e dinë që i hupin zgjedhjet nëse nisin me pas veprime konkrete në komunitet të cilat nalin dukuritë negative të cilat neve jemi të na shkatërru shoqërinë. Pra, na e dim që zgjedhjet në Kosovë hupëm nëse ti vendos me nal duhanin në kafeteritë e Prishtinës. Sepse është një komunitet shumë i madh, dhe nëse ti e nal duhanin, ata nuk kanë me të votu. Dhe sot na kemi ministra të cilët e kanë nis një javë edhe e kanë nal. Për me pa sa zbatohet ligji, na do të me dal me pa me pi vet, domethënë, ministri i cili del thotë e nala, tash del edhe e pen. Sepse don me kallëzu si prap po e dhoni një benefician. Na nuk mrrim me ndalu shitin alkool. Na nuk mrimi ndalu masazhet në Kosovë. Këtë komuniteti, këtë publiku e din çka ndodh aty, dhe na kanë bisi këpurdhat, nuk kemi hetim proaktiv për minal ato, sepse nëse i mshelëm ato, mas ne i hupën zgjedhjet, nuk ka gatishmëri politike me i luftu këto elemente. Kjo është elementi bazë të cilën na duhet me konstatuar në tavolinë. Nuk po mundemi mi ndalë kreshnik, po, mundemi mi kontrolu. Nuk mundesh ti me kontrollu në momentin kur me 26-in tu kanë arrestu njerëz të model për dhunim, dhe Ministria e Tregtisë, e cila ish dash me shku mi aqit shiritat, shkon veç mas pyetjes gazetarëve me 5 mars. Domethënë, pe 26 deri me 5 mars, asnjë zyrtari asoj ministrie, e cila është përgjegjëse me e kontrollu lidhshmërinë e funksionimit të kësaj industrie nuk bën kurrë. Asnjë operacion nuk bëhet, asnjë mbyllje nuk bëhet. Falni, po është sekret publik. Motelet në Kosovë funksionojnë mbi bazën e anonimitetit. Kërkush nuk jep dokument kush po hin. Aty nuk ju interesojnë veç parat. Na po tolerojmë si shtet me di që është një hapësirë ku ti mundesh me hi me bëj çka dush pa u regjistru. Kto nuk po e flas veç për dhunim. Kto po e flas edhe për me hi me bë transaksione drogës, edhe me hi me bë marrëveshje të mshefta, edhe këtë sanat punësh me himi botit. Sepse veç hin me Carry Land 10 euro, 15 euro, kërkush nuk regjistron, mshelet garazha, u kry ditën e mirë. E kemi toleru me pas zona të mbyllura kur kërkush nuk të regjistron që ke hi aty. As nuk ka kamera të sigurisë, por shka se janë marru për qatë punë. Nëse na i kemi qëtë industri, dikush në këtë shtetin tonë du të me thonë, okej, për edhe që pak se du të me vendosë regullë.